Nëse keni ngrënë ndonjëherë një lug Nutella, një çokoladë Kinder apo keni dhuruar një kuti Ferrero Rocher, atëherë keni shijuar genialitetin e Michele Ferreros. Ai ishte njeriu më i pasur në Itali, me një pasuri që ja kalonte edhe Berlusconit, por ndryshe nga miliarderët e tjerë italian që bënin festa të çmendura, Ferrero ishte i padukshëm. Për dekada të tëra ai njihej si Willy Wonka i jetës reale. Ai rrallëherë jepte intervista dhe nuk lejonte askënd që të hynte në fabrikat e tij pa leje speciale. Frika më e madhe e Michele Ferreros ishte spionazhi industrial. Ai ishte i bindur se rivalët donin t'i vidhnin formulën e Nutellas. Legjenda thotë se ai ishte aq paranojak për ruajtjen e sekretit, saqë e kishte përkthyer recetën e Nutellas në gjuhën arabe dhe e kishte fshehur në një kasafort në Kairo të Egjiptit, duke menduar se aty askush nuk do ta kërkonte. Edhe në fabrikën qendrore në Alba të Italisë, ai mbante një regjim mushtarak. Punonjësit nuk lejoheshin të flisnin për atë çka shihnin brenda. Një nga idetë e tij më gjeniale lindi nga një vëzhgim i thjeshtë. Ai vuri re se fëmijët gëzoheshin shumë kur hapnin vezët e pashkëve për të gjetur lodrën brenda. Ferrero mendoi, pse fëmijët duhet të presin pashkët një herë në vit, le t'u japin pashk çdo ditë. Kështu lindi veza Kinder. Kjo shpikje e thjeshtë u solli miliarda euro fitime. Edhe pse ishte miliarder, ai nuk u besonte ekspertëve të marketingut me kostumet e shtrenjta. Ai i besonte zonjës Valeria. Kush ishte ajo? Për Ferreron, Valeria ishte simboli i anvisës italiane, nënës që bën pazarin çdo ditë. Para se të hidhte një produkt në treg, ai pyeste veten, a do ta blinte këtë Valeria për fëmijët e saj? Nëse përgjigjja ishte jo, produkti hidhej në plera, pavarësisht sa para ishin shpenzuar për të. Michele Ferrero vdiq në vitin 2015 në moshën 89 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të ëmbël që vazhdon të drejtohet nga familja e tij, po me të njëjtin diskrecion.